Gjatë intervistës së saj të fundit në Top Albania Radio, moderatorja e njohur Kiara Tito ka folur me shumë ndjeshmëri për familjen e saj, për bashkëshortin Luis Eli dhe për vajzën e tyre të vogël Luna Mari, duke hedhur kështu poshtë çdo koment apo aludim të pabazuar që është bërë në rrjetet sociale në lidhje me marrëdhënien e Luisit me familjen. Kiara, me shumë qetësi dhe sinqeritet, ka reaguar ndaj zërave që thonë se Luisi nuk qëndron me vajzën dhe nuk është pranë familjes. Ajo ka thënë se është e pavërtetë dhe se këto komente janë të padrejta, duke shtuar se shpesh herë dëgjoj që i thonë që nuk rri me familjen, si nuk të vjen turp. Por tani është momenti që ai të punoj. Edhe nuk është e vërtetë që ai nuk rri me ne, ai rri me mua, rri me vajzën. Moderatorja e Portokalli Kiara Tito ka theksuar se Luisi është një prind dhe bashkëshort shumë i përkushtuar dhe se orët e shumta që ai kalon në punë janë thjesht një sakrificë për të siguruar një të ardhme më të mirë për familjen e tyre. Kiara tregoi se ata janë shumë të bashkuar dhe e ndajnë çdo moment të lirë së bashku, me shumë dashuri dhe përkushtim. Ajo tha gjithashtu se familja është gjëja më e rëndësishme për të dy dhe se asgjë nuk i largon nga njëri tjetri, pavarësisht ritmit të ngarkuar të angazhimeve që ka Luisi kohët e fundit. Reagimi i Kiarës ka marrë përkrahje të madhe nga publiku, që e ka vlerësuar për qartësinë dhe për mënyrën e matur se si ka sqaruar këtë çështje. Në rrjet, ndjekësit kanë shpërndar fjalët e saj me komente pozitive, duke treguar solidaritet dhe mirëkuptim për një çift që ndonë se është gjithmonë në qendër të vëmendjes, përpiqet të ruajë privatësinë dhe të jetojë jetën e tyre në mënyrën më të natyrshme. Fjalët e Kiarës janë një kujtesë se nuk duhet të gjykojmë lehtë, veçanërisht kur nuk dimë sa shumë mund dhe përkushtim fshihet pas çdo sakrifice që bëhet për familjen. Kiara dhe Luisi janë një shembull i dashurisë dhe bashkëjetesës së sinqertë, ku përkrahja ndaj njëri tjetrit është gjithmonë e pranishme dhe e fortë.